Do doja që ne ishim duke diskutuar, duke reflektuar për potencialin e normalizimit marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Serbisë, midis dy kombeve, kombit shqiptar dhe kombit serb. Sipas jush, a ekziston një potencial i tillë apo ka pengesa të pakapërcyeshme? Po unë arrita të dëgjoj një pjesë të debatit dhe ajo që u folë edhe ati në studio dhe ajo që dim edhe nga historia është se historia e Ballkanit është historie konflikteve, sidomos është e përshkruar me konfliktin shqiptaro-serb apo me konflikt me krimet që Serbia prej 1878, sidomos në luftrat ballkanike ka kryer nga shqiptarëve, e mandej kanë vazhduar në gjitha proceset e tjera. Por megjithatë jam mirëtar i asaj që kombet e Ballkanit e kanë domosdoshmëri bashkëpunimin mes vete, nëse duan në zhvillim. Megjithatë janë problemet politike ato që po qëndrojnë në rrugë të një ndërtimi, një bashkëpunimi më të sinqert, më solid, një bashkëpunimi që sjell edhe përparim. Pra thjesht mund të ketë raporte më të mira tregtare mes Shqipërisë dhe Serbisë, por është vështirë të kemi raporte më të mira mes shqiptarëve dhe serbëve, derisa Serbia nuk e njeh realitetin aktual në Kosovë, nuk pranon fajin për atë çfarë ka ndodhur dhe nuk ndërpret me politikën e saj të vazhdimit të kolonializimit apo përsëritjes siç e ka aktualisht edhe me këtë qeveri të tashme.